Fushata tashmë ka nisur, në vijim do të kemi një bashkëbisedim me kandidatin e Partisë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës, zotin Shoqëri Hysi. Zoti Hysi, të përshëndes, faleminderit që gjete kohë pak. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Dhe kënaqësi. Ju vini nga bota akademike, gjithashtu jeni edhe rasti se si deputeti që duam një platformë e lançuar nga Partia Socialiste ka funksionuar apo jo. Pse zgjodhët që nga akademik të merreni me politik? Sepse detyrat si akademik i kam bërë në shkallën siprore, sepse në rrugtimin tim si akademik nuk kam lënë pas dore edhe rrugtimin politik, kam qenë pjesë e politikës lokale në të gjitha fushatat zgjedhore, si për ato të pushtetit vendors dhe për ato të përgjithshmet. Sepse gjatë gjithë kësaj kohe, unë kam investuar gjithë energjitë e mia për të qenë një pedagog midis pedagogëve elitar të specialitetit të historisë, por edhe sepse si edukator kam nxjerrë me 10 brezat të cilët kanë nevojë të përfaqësohen së bashku me elektoratin e qarkut të Gjirokastrës, i cili është një nga qarqet më të kulturuara të vendit dhe si tillë jo vetëm Gjirokastra, po edhe përmeti Trinitria, përmet Tepelen Gjirokastër, apo të 7 njësitë bashkiake kërkojnë një kualitet. Vazhdimisht këtu janë prur kandidatë të cilët kanë ardhur nga qendra, pra nga Tirana, e para herë që Partia Socialiste është investuar dhe ka vendosur 4 përfaqësues, midis tyre edhe unë në përfaqësimin e saj për qarkun e Gjirokastrës. Sepse jo vetëm kaq, por unë gjatë rrugtimit tim të punës kam kontakte të jashtëzakonshme me të gjithë hapësirën në jurisdiksionin e qarkut të Gjirokastrës, po gjithashtu jam një njohës shumë i mirë i vlerave historike, etnologjike, kulturore, i psikologjisë, i mentalitetit, i karakterit dhe i resurseve që ka qarku i Gjirokastrës në tërësi, por edhe Gjirokastra në veçanti. Zoti Hysi, sigurisht që Gjirokastra është destinacion turistik, pothuajse gjatë 12 muajve të vitit. Po, duke qenë se ju kandidoni rishtazi, keni pasur një ndryshim, le themi, nga bota akademike në politik, çfarë i duhet Gjirokastrës në 2025-ën? Çfarë i duhet asaj që të ketë një hovë për të ardhmen? Jo vetëm Gjirokastrës, po qarkut në tërësi, sepse nëse e marrim të shkëputur Gjirokastrën, atëherë nuk kemi realizuar gjë. E para njëherë Gjirokastrën si qytet, Gjirokastrën si pozicion geostrategjik, Gjirokastrën si natyrë midis njësive fiziko-gjeografike që ajo përfaqëson, me të gjithë elementet e saj dhe me elementet kulturor. Fjala vjen në qytetin e Gjirokastrës, në të 7 njësitë bashkiake dhe në të gjithë hapësirën juridike të qarkut, kemi një kontingjent shumë të madh të monumenteve të natyrës dhe monumenteve të kulturës. Dhe të gjitha këto janë atraksione për turizmin. Infrastruktura spari mendoj që duhet të jetë primare në këtë 4 vjeçar, veçanërisht infrastruktura e krahut të djathtë të Vjosës. Kështu më lejoni të përmend rrugën e Frashërit, e cila na lidh me historinë tonë kombëtare dhe me një trev të begat, ku nuk ka vetëm histori, po ka edhe natyrë të begat, siç është pylli i Hotovës ose bredhi i Hotovës, por na lidh edhe me zona të tjera, siç është zona e Skraparit dhe Beratit, apo edhe me zonën e Korçës, me të qarkut të Korçës, kështu që Gjirokastra nuk na lidh vetëm me njësitë administrative të shtetit tonë, por na lidh edhe me komunitetin evropian dhe me shtetet e tjera të Ballkanit, siç është rasti i Gjirokastrës në kufirin jugor të Shqipërisë, që përfaqësohet më së miri edhe nga komuniteti i gjirokastritëve dhe i gjithë jurisdiksionit të Gjirokastrës. Gjirokastra gjithashtu ka nevojë
edhe për zhvillimin e bujqësisë, sepse njëra degë, siç është turizmi, nuk mund të eci pa degët e tjera. Ato ecin paralel dhe në sinkron me njëra tjetër. Është e domosdoshme që bujqësia që ka kushte shumë të mira për zhvillimin e saj dhe një kontingjent shumë i madh individësh janë kthy, jo vetëm ata që banojnë në Gjirokastër, po dhe ata që kishin marrë iniciativën për të larguar si emigrant, janë rikthyer dhe kanë investuar në fushën e bujqësisë dhe blegtorisë. Kështu që dhe blegtoria është një sektor i cili duhet të jetë në vëmendjen e deputetëve dhe e shtetit në këtë 4 vjeçar. Për këtë problem, edhe para 2 ditësh, Ministria Drejtuesja jonë politike bëri një takim specifik me aktor dhe faktor që ndikojnë në fushën e bujqësisë. Turizmi gjithashtu është një degë elitare dhe po jep frytet e veta në Gjirokastër, por edhe në rrethinat e saj, por edhe në Tepelen e Gjethe. Bujtinat janë një nga mundësitë e zhvillimit të turizmit edhe në zonat e tjera, siç është zona e Kurveleshit, siç është zona e Përmetit, siç është zona e Zagorisë, apo e Dropullit e më gjerë. Kështu që ky është problemi i zhvillimit të turizmit në Gjirokastër. Duhet të kalojmë nga një turizëm i thjeshtë në një turizëm një ditor, në një turizëm më të gjerë. Midis elementëve të turizmit do të thoshja se turizmi historik është lënë pak pas dore. Gjirokastra ka shumë element të cilët duhet shfrytëzohen nga pikpamja historike. Por në këtë kontekst do të përmendja edhe muzet të cilët janë të domosdoshme. Fjala vjen Kalaja e ka atraksionin e vet, por nëse kompletohet edhe me disa muze të tipit Vrelli apo të tipit që tashmë është më së e njohur nga të gjithë, edhe të kfinave të Kalas të shndrohen në qendra të vizitueshme, jo vetëm muzeu historik dhe muzeu i armëve apo pjesë të tjera të Kalas. Fjala vjen do të ishte një muze i shkëlqyer, festivale folklorike kombëtare. Qartë, zoti Hysi, në fund doja t'ju pyes për kundërshtarët tuaj, ata që janë garë, jo brenda Partisë Socialiste, por le themi opozitarët e qarkut të Gjirokastrës. Çfarë mendimi keni për to? Respekte për kundërshtarët tanë. Në fakt unë nuk do t'i konsideroja kundërshtar, por një alternativë që i jepet qarkut të Gjirokastrës, ashtu sikurse jam edhe unë brenda Partisë Socialiste, asgjë më tepër, jemi në garë, në një garë që ka historinë e vet, në një komunitet që tashmë është i pozicionuar dhe që e ka shprehur vullnetin e vet nëpërmjet zgjedhjeve të mëparshme, gjithashtu e ka shprehur edhe në qëndrimin që mban ndaj Partisë Socialiste dhe që është pozicionuar krahas saj për rezultatet që ka arritur Partia Socialiste në këto vitet të qeverisjes, por edhe për kandidaturat që ka përfshi edhe Shqyqyri Hysin si një nga alternativat që i ofrohet publikut gjirokastrit, i cili është një votues i denjë dhe që ka ditur me mençuri të zgjedh alternativën më të mirë që i paraqitet në zgjedhjet e përgjithshme, qoftë edhe në ato lokale. Asgjë më tepër, thjesht një garë politike e cila përfundon në 11 maj dhe me secilin prej tyre, me të cilët unë njihem edhe personalisht, dua të mbetemi apo të gjithë aktorët dhe faktorët edhe të partive të mëdha siç është PD-ja apo edhe partive të vogla, duhet të mbetemi miq me njëri tjetrin ashtu sikurse kemi qenë edhe përpara se të fillonte fushata. Është një garë politike, verdiktin e cilës apo rezultati i cilës do të dalë pas 11 majit, por kjo është në dorë të popullit dhe populli e ka fare të lehtë për të zgjedhur dhe ne jemi shpresë plot se minimalja do të dalim 3-1. Uroj suksese kundërshtarëve të mi, por dhe mbi të gjitha i uroj suksese Partisë Socialiste të cilën unë përfaqësoj në këto zgjedhje.
Të dy si faleminderit shumë, ishte kënaqësi, të uroj suksese, natyrshëm. Faleminderit dhe juve dhe